Ose këtë luftimi që po bëjnë ata me mielin që e kanë parashikuar që dhe mbi të gjitha po na zëvendësojnë me sperm. E di atë me sperm që po na zëvendësojnë? Jo, me spermën se dikte. Me spermën po na zëvendësojnë. Ke parasysh që ne kemi një lindje me fertilizim po in vitro. In vitro. Po. Te di nga vjen sperma ekskluzivisht? Që sjell ky me kë diskutojmë. Se ka diskutojmë me kolegë tjetër, me ky plera që donte ligjin e surrogacisë, ky mjeku, ky Glozheni, si e ka ky? Ky surrogacisë, ky projekt ligji që do ta kthente Shqipërinë në qendër prodhimi bebesh për shitje. Ky plera, se kanë pas në debat në Ministrinë e Shëndetësisë këtu përballë, ky tipi importonte ekskluzivisht sperm serbe dhe të gjitha gratë që bëshin in vitro në Shqipëri, fëmijë serb. Sperm serbe ekskluzive. Pyetesh gjithë të botë, pse zgjodhi sperm serb? Kjo është agjenda. Nga gjitha skajet, nga gjitha drejtimet duke na fut. Dgjoj, luftën e kemi në të gjitha fushat. E ka thonë Çoblović, do ja nxjim jetën në çdo gjë. Derisa të mushet me që t'ikin vetë nga i vend.